Të nderuar besimtar, jeta e njeriut është e përbërë nga disa çaste, nga disa momente, nga disa minuta, nga disa orë, muaj edhe vite. Kalojnë këto çaste, këto minuta dhe këto orë, dhe njeriut i vjen takimi me Zotin e tij. I vjen llogaria e madhe përpara Allahut subhanahu wa taala. Gjithsecili prej nesh është dëshmitar se sa shpejt po na kalojnë çastet, sa shpejt po na kalojnë këto momente. Shumë shpejt, së bashku i dham lamtumirën një muaj të madh, muaj të Ramazanit, muaj të begative të mëdha, ku secili prej nesh në formën e tij, në mënyrën e tij, u mundua që të përkushtohet tek Zoti i gjithësisë, tek Allahu subhanahu wa taala. Kalimi i shpejt i Ramazanit, kalimi shumë i shpejt i vitit, jemi në muajin e 4 të vitit, dhe duket sikurse jo 4 muaj, po 4 ditë, ka që ka hyrë ky vit. Prandaj çdo musliman duhet vedisohet, çdo musliman duhet ta kuptojë dhe t'i thot vetvetes ti, o vetja ime, o nefsi im, kujdes, kujdes se vjen takimi me Zotin ton, kujdes se vjen llogaria, një llogari e cila është shumë e madhe, një llogari e cila do të jepet në mënyrën më të përpikët, kur nuk do të ngeli askush, vetëm se do ta marri hakun e tij, kur nuk do të ngeli asnjë femër apo asnjë mashkull, vetëm se do ta marri drejtën e tij, vetëm se do të dënohet ose do të shpërblehet, varësisht prej punëve. Kalimi i shpejt i Ramazanit dhe na përkujtohet se edhe jeta jonë kaq shpejt do të kalojë. Kaq shpejt do të kalojë jeta jonë dhe do të përballemi me punën tonë. Prandaj, le të mos mbështetemi në rehatin dhe kënaqësinë momentale, kënaqësinë e çastit, një kënaqësi e cila na mashtron gjithë, por le të jetë muslimani largpamës dhe le të shohim në jetën e tij si i ka llogarit me Zotin. Ashtu sikur se thonë të njëri prej të parëve, le t'ja boj muslimani llogarin vetes tij, para se ta llogarit Zotit. Se nëse vjen llogaria e Zotit, nuk ka më kthim pas. Kurse ti sot ke afat, unë sot kam afat, i bëj llogari vetes deri sot çka kam bërë. Ashtu sikur se ne i bëjmë llogari vetes tonë për punën tonë, për biznesin tonë. Ashtu do t'i bëjmë llogari edhe për veprën tonë. Allahu t'jep afat nesër, ti nesër bëj llogarin vetes. Pra është një afat i cili t'i jep mundësi për përmirësim. Nëse e shikon që deri sot s'ke qenë në rregull, atëherë Allahu po ta jep mundësinë që deri në darkë inshallah me qenë pendues dhe më u kthy. Allahu ta jep mundësinë nesër prap. Sa njerëz i kanë mbush 70-80 vite, asnjëherë s'ka bëu llogarin vetes. Ku e din ti? E di se e shoh që s'ka përmirësu. E di se e shoh që nuk është kthy. Se nëse të arrin kjo moshë dhe akoma se kthy, tregon që ti nuk e bë asnjë lloj llogarie. Tregon që ti s'ka rënë mend me bë llogari në çështje, në lidhje me çështjen e Zotit gjithësisë. Ramazani ishte portë e madhe e reflektimit, portë e madhe e përmirësimit, e vedisimit. Dhe elhamdulillah, shumë për nesh u vedisun. Elhamdulillah, shumë për nesh u përmirësun. Elhamdulillah, shumë për nesh u pendun. Mirë po, sa zjat ky përmirësim, sa zjati ky përmirësim, sa zjati ky pendim, për fat keq për shumë për nesh zjati vetëm se 29 ditë Ramazan. Për fat keq për shumë për nesh zjati vetëm se 29 ditë Ramazan. Nuk është muslimani i tillë, dhe nuk duhet të jetë muslimani i tillë. Vetëm në Ramazan me adhuru Zotin, jo. Vetëm në Ramazan me ju përkushtu Zotit, jo vallaj. Vetëm në Ramazan me ju bin Zotit, jo vallaj. Vetëm në Ramazan me e njoft Kuranin, jo vallaj. Vetëm në Ramazan me e njoft xhamiat, jo vallaj. Vetëm në Ramazan me e njoft përkushtimin, jo. Nuk është kjo e duhur.
A ndodh? Ndodh. Mirë, po nuk duhet ndodh. Nuk është ajo të cilën neve na e ka kërku Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, Zoti dëshiron që ju ta plotësoni numrin e ditëve të agjërimit dhe ta madhëroni Allahun, për shkak se Allahu ju ka drejtuar në rrugën e drejtë me qëllim që ju të jeni mirënjohës dhe falënderues ndaj Zotit tuaj. Nuk mbaron asnjëherë njoftja e Zotit. Nuk mbaron asnjëherë adhurimi i Zotit. Sepse Allahu nuk është Zot vetëm në Ramazan. Kështu i bie që ti thu, unë pa adhuroj Ramazanin, dhe jo Allahu më lartësuar. Po jo, se ti adhuron Allahun dhe ti e din që adhuron Allahun. Mirë po mos e lejo shejtanin i mallkuar, që me njëherë pas Ramazanit, pas lirimit të tyre, ti edhe unë të jemi për atyre që i ndërpresin punë të mirë. A do të bjerë i ritmi, vallai do të bjerë i ritmi. Edhe ne na bie ritmi, edhe ju bie ritmi. Mirë po jo, ta neglizhojmë të gjithë, jo ta lejmë gjithë. Sepse Allahu ka kërkuar prej nesh dhe ne ka treguar në Kur'an se adhurimi im është deri në fund. Adhurimi im është deri sa të vi vdek. Njoftja e Zotit është deri sa të vi vdek. Përkushtimi ndaj Zotit është deri sa të vi vdek. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tënd deri sa të vi vdek. E nëse Ramazani ka qenë produktiv për ty, atëherë edhe pas Ramazanit ky produktivitet do të vazhdojë. Dhe madje dietarët kanë përmendur se prej shenjave që Allahu të ka pranuar një adhurim është vazhdimësia në punë të mira pas këtij adhurimi. Çfarë do thotë prej shenjave që Allahu të ka pranuar Ramazanin dhe punën e mirë në të, është që edhe pas Ramazanit ti do të vazhdosh sërish me punën dhe me veprën e hajrit. Prandaj le të vazhdojmë inshallah me lejen e Zotit. Le të vazhdojmë me xhamia. Mos e harrojmë xhamia. Mos e lënë xhamin anash. Pak u mundohu një herë vetë në ditë vish në xhami. Caktoja vetes detyrë, një vakt vetëm unë do të prezantoj në xhami. Qof dreka i kindia, akşamën e pajacia, se ndoshta sabahu është i rënd. Nëse jo një herë në ditë, paktën një herë në javë mos e le xhuman. Adi inshallah në ngjoj 2 ajete kuranore, 2 hadithe. Dhe inshallah të bojmë dobi në këtë dëgjim. Nuk harrohet shtëpia e Zotit. Nuk harrohet shtëpia e Allahut të Rësul. Do të dëshmoj kjo shtëpi e Zotit. Po o Zot, e kam pa filani, ka ardhur është përkushtu dhe është për ul në sejdë. Do të dëshmoj ky ezan. O Zot, unë kam thirrë, është thirrë ezani, ti s'ke prezantuar asnjëherë, pse o musliman? Pse jo? A është jeta jote vetëm punë nga mëngjesi në darkë? Jo vallai. Nuk len Zoti pa rizq. Allah thot, nahnu narzuqukum, ne ju furnizojmë ju, Allah furnizon. Ne nuk kërkojmë për ju rizq. Nuk vin xhami se kam punë. Jo vallai, jo. Vazhdoje programin tënd. Je fal në Ramazan 20 rekate, vetëm për yatsi, me teravie, me yatsi e me radhë. Ndaje 5 namaz të ditës, ndaje konta nga 5 minuta, nga 10 minuta. Për hir të Zotit, jo për hir të hoxhës. Se vetëm tatë do ta marrësh në qafë. Ke do ta marrë në qafë vetëm tënde. Se në ditë gjykimit pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush i ka punë mirë me namazin, punë të tjera i vin mbrapa. I vin mirë. E kush e ka keq? Edhe ti edhe unë që po i ngjëm këto fjalë. Unë që po i them këto fjalë, si e kam punën me namazin. Ai fal, po i fal burri mirë shumë, po si i fal? I fal tamam apo sa për kalu radhë? Kur je me njerëz i fal mirë, që thonë njerëzit sa mirë po falet filani. Kur je vetëm i fal gjysmë në adet kalojmë radhë. Jo vallai, se kem bërdhon llogari gjithë. E falem apo jo dhe si e fal? Allahu ka thënë në Kur'an, qad aflaha al-mu'minun, ka shpëtuar mu'minunët, besimtarët e mirë. Po kush janë të mirë? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët namazin e tyre e përsosin. Jo me galu radhë. Atë falin e nëse po falin tjerë. Sa me në pak. Dhe të përkujdesin inshallah, që të vazhdojmë punën e mirë edhe pas Ramazan. Thamë, ne nuk e njohim Zotin vetëm në Ramazan. Se çfarë Zoti do ishte ai që ishte Zot vetëm në Ramazan.
Zoti është ai Allahu i lartësuar i cili është Zot në Ramazan, jashtë Ramazan. Fillimet e krijimit, në fundet e krijimit. Është Zoti Allahu subhanahu wa taala. Nuk është prej cilësive të mira që muslimani t'i braktisë adhurimet. Thonë të njëri prej dietarëve, subhanallah, sa burri keq është ai, thonte që pas Ramazanit i braktisë adhurimet. Subhanallah. Si duhet me qenë ky burr apo kjo grua e cila me të marrë Ramazani mbaroi dhe Zotin. Në thojë. Adhurimet vazhdojnë, punët e mira vazhdojnë, sevapet vazhdojnë. Ne të jemi të kujdesshëm inshallah taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një rast po i thot dikujt për shokëve të tij. Thot, mos u bëj si filani. Ishte njën, filan, i cili thot, dikur falte namaz natë, tani s'fal më. I bime thot pejgamberi selam, mos u bëni si gjithë të çurumit që falshin 10 net e funit. Namaz natë tash s'falin më. Kismet kur të vijë Ramazani tjetër. Kur e tha pejgamberi selam të gjon për nafilet, pa për namazin e natës. Po me qenë sot. Me thonë, mos u bësi filani që u falten në Ramazan të shqit s'falet më. Farzi. Mos u bësi filani që agjeron të në Ramazan, tani s'agjeron më. Mos u bësi filani që lexon të Kur'an në Ramazan, tani nuk lexon më. Mos u bësi filani i cili vinte në xhami në Ramazan, tani s'vjen më. Të fjalët janë tronditje për zemrën tonë, që unë i pari shoh veten time si jam. E pastaj gjithë se cili prej nesh. Allahu na bëf ne prej atyre të cilët vazhdojnë në rrugën e drejtë. Një dietar i madh i quajtur Hasan al-Basri thonte, besimtari nuk i ndalon adhurimet e tij vetëm se kur vi vdekja. Jo po jam smur, nuk ndalen adhurimet. Kur je smur, jam në udhtim, nuk ndalen adhurimet. Nëse nuk e fal namazin plot do e fal shkutumën. Ama adhurimet nuk ndalojnë. Nëse je agjërueshëm, do ta çelësh, ama do ta plotësosh. Çfarë do thotë që adhurimet asnjëherë nuk ndalojnë. Ku ndalojnë adhurimet? Vetëm se kur vi vdekja. Se shumë njerëz për fatkeq, kur janë çastet e fundit të jetës, janë smur, janë në spital 3 ditë, thoshte dikush, 4 ditë kisha në spital, au falem, nuk u falem. Isha me serum, po pastaj a lën namaz aty ku je? Aty falem namaz. Aty ku je thuj subhanallahu alhamdulillah. Po jo Zot më fal, se ndoshta është dënim për mua kjo që më ke thënë Zot. Asnjëherë nuk ndalen adhurimet vetëm se kur të vi ty edhe mua vdek. Është tregu dhe ne do ta përsërisim dhe nuk bën fritet kur hoxha flet në hutbë që kur pejgamberi selam ndroi jetë, Omeri u mërzit shumë sikur se gjithë tjerë. Ta filloi të bërtit, thotë s'ka vdek pejgamberi i Zotit, çish po thoni ka vdek. Abu Bekri, shoku më i ngushtë i pejgamberit, pasi e pa gjendjen që kishte ndruar jetë pejgamberi, çfarë tha? O ju njerëz ta, kush e ka adhuruar Muhamedit? Ta di që Muhamedi alayhis salam ka ndruar jetë. E kush e adhuron Allahun e ta di që Allahu nuk vdes kur. E kush u bë musliman vetëm në Ramazan, ta di që i ku Ramazan. E kush e adhuroi Allahun vetëm në Ramazan, ta di që Ramazani ka ikë, por Allahu nuk ikën kurrë dhe nuk mbaron kurrë. Prandaj gjithë secili prej nesh jetë për atyre të cilët e vazhdojnë punën e mirë dhe fjalën e hajrit. Elusim Zotin tonë na falë ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Elusim Zotin tonë që t'i pastrojë zemrat tona nga zidia, nga smira, nga urrejtja dhe nga çdo smundje e keqe. Elusim Zotin tonë që na pastrojë ne nga mendjemallësia. Elusim Zotin tonë që ta udhëzojë rinin tonë në rrugën e drejtë. Elusim Zotin tonë që na ruaj ne dhe vendin tonë. Elusim Zotin tonë që çdo të sëmur, Allahu i lartësuar të shëroj atë i cili është mirë në shëndetin e tij. Allahu të ruaj shëndetin dhe ta zgjasë jetën në punët e hajrit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.